Hajde rrimur të herë se ne dinë jena protestë shumë intelektuale. Rrim pa kur bëjmë muhabet, okay? Tash ky piktori më ka dhënë vendin e punës. Pse? Unë nuk kam qëllime partijake. Maj mendon të njëjshin nga balkoni e kam pa protestat, pru me demokracinë po e harrume që a ishte në Shkodër. Na ardhi zotëria, piktori me që kanë punën e liderit, dhe unë kam ikë 26 vjet nga Shqipëria, dhe jam kthyr me universitet në Itali, me master në Amerikë në organizim leadership, dhe me doktoratur organizim leadership që Universiteti i Shkodrës nuk njofti as universitetin. Doja të dija ky zotëria qa do thot lider. Dhe mu m'vjen mirë që ju jeni të frymëzuar dhe kërkoni për dorëheqje, por unë jam këtu t'ju them, mos ju lutni zotërisë të japin dorëheqje, sepse ai mbas të shkencave të leadershipit të doktoraturës teme, ai njeri duhet pushu nga puna mër vlla. Kështu që je i pushuar. Kisha dhe një përshëndetje, nuk e di, kanë thënë që në përburgje ka celular. Kisha një përshëndetje për Lalierin tuj. Kur u ktheva unë shkova kështu, duke marrë me shqiptarët në përbot, te një javë kulturore, aty takova Lalierin Rux, i thash, ku është programi thithja e trurit? Dhe më tha që unë kam ardhë dhe i kam bat të na vetë në amush bashkia, kujtute se unë kur kam nevoj për punë bashkijet, unë me që punoj me menaxhim projektesh dhe cilësi i thash, jo më zotëri, një person që vjen mu informu, kjo informacion nuk është portali. Filloj duke më gjujt zotëria i Italisë se që kishte aty, dhe kur vjen puna u të deklarova dhe të nesërmen, me kërcnun familjen me telefonata anonime, si që me kërcnun familjen në Shkodër dhe shkun në gjatë protest, s'ka problem, jena shkodrane, Kurnesha, s'na tramsyni, po ku është ai sot, desha thjesht me bat fala, okay? Dhe kur vjen puna, krejun protestën në Shkodër tash, dhe të nesër me njerëz që unë kam pas rrotull, që kanë ardhë me mishë, me shpirt aty, sepse kishin frikë me folë dhe fjalimet e mia ishin fjalimet e njerëzve tjerë që kishin frikë me folë, i kanë shku kontrol, shqyru qunë me punu në për biznese, ka shku shteti kontrol. Kështu që, por kam edhe një mia kulpa për gjithë ne. Unë ka 7 vjetë që jam kthy dhe shkoj e vi prapë, sepse unë jam pa punë normalisht, dhe s'mi interesan, sepse s'du më ba njesh me vendet partijake, me vendet të korruptume që më kanë ofru. Por, ditë them që nuk ka shëlej dhe ju kuptari, dhe ditë them që ju duhet mësoni të ngrini zanin, por jo vetëm sot, sepse unë në 7 vjetë kjo është revolta e parë që unë shoh njerëzit që qohen pavarësisht a kanë frikë, pavarësisht me çfarë do jetojnë, thoni jo korrupsionin, jemi popull që mbështesim njëri tjetrin, jetohet edhe me mendimin e njëri tjetrit, dhe vetëm kur i thoni jo dhe çoni për çdo gjë, dhe jo vetëm këto ditë, ne nuk ikim. Unë e para du jap emrat e kujdo që unë njoh që është i korruptuar. Kështu që bravo ju qof dhe mos u ndaloni. Janë të pushuar, nuk duam dorëheqje, duam pushim nga puna, nga kodi etik i punës, sepse ato nuk po sillen si lider. Gjykatat të heqin nga puna për korrupsion, ato të vazhdojnë. Për nga ana e leadership, ato njerëz duhen heqë dhe ne duhet të ndërtojmë në institucione përkatëse që të ndërtojmë kauzat dhe të i zhdukim nga ky vend. Ato nuk janë shqiptarët.